Vendimi i ndërmjet i dieshëm, i marrë si nisë me kryetarit të gjykatës së lartë Sokol Sadushi, në lidhje me rishikimin e një vendimi unifikues për nisjen e procedurës për ndryshimin e pjesëqëm të praktikës së njësuar të kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë të vitit 2011, mbi masat e sigurimit personal, po tentohet të reklamohet si vendim në përgjigje të shqetësimit edhe ndërkombëtar për numrin e lartë të paraburgosurve në institucionet e dënimit. Pa i hequr asnjë presje shqetësimit edhe të ndërkombëtarëve mbi faktin që 65% e banorëve të IEVP-s në Shqipëri janë të paraburgosur, na duhet të analizojmë pak shqetësimin që kaploi ditën e djeshme kryetarin e gjykatës së lartë Sokol Sadushi. Gjykata e lartë, sipas raporteve të publikuara nga vetë institucioni, pranon përshqyrtim vetëm 20-25% të dosjeve të ankimimeve dhe nga këto kthen për rishqyrtim 90%. Praktikisht, heq backlogun e vet dhe praktikat janë gjesh prap sistemit poshtë. Në praktikat penale, shifrat janë nga më drastiket. Por çfarë ka ndodhur? Një i arrestuar në flagrancë ankohet në gjykatën e lartë. Bektashi Zeneli quhet i arrestuari në flagrancë dhe sipas gjasave me mas sigurie arrest në burg. Ky Bektashi pra, pasi arriti të kaloj filtrin e shqyrtimit dhe u pranua për shqyrtim dosja e tij, vuri në lëvizje vetë shkëlqësinë e tij Sokol Sadushi. Sokol Sadushi kujtohet që është kryetari gjykatës së lartë, e kujton Bektashi. Erdhi dita dhe i ra fati edhe Bektashit të bëhet sebeb që shkëlqësia e tij Sokol Sadushi të mbledh kolegjet e bashkuara për të unifikuar praktikën në emër të tij. Sadushi veshi bluzën me stampën "Je suis Bektash" dhe urdhëroi mbledhjen e kolegjeve për Bektashin. Kapja në flagrancë e Sadushit. Me atë rast, Sadushi është kapur në flagrancë, fiks si Bektashi. Vendimi i Sadushit s'pas ka lidhje hiç me raportet e komisionit për kapacitetet e paraburgimit, pas ka pasur hallin e Bektashit, ose ky Bektashi Zeneli, i arrestuar në flagrancë, pas ka paguar mirë, ose Sadushi nuk e dinte deri dje as shqetësimin e Komisionit Evropian, as se çfarë ndodh në Shqipëri me paraburgimet. Çështja e paraburgimeve ka të paktën 5 vjet që ka hyrë në çdo raport ndërkombëtar që trajton lëndën. Vështirë të besohet se në ato 95% të dosjeve penale që Sadushi nuk pranon për shqyrtim, nuk pas ka pasur asnjëherë ankesë për mas sigurie, arrest me burg. E pamundur që në ato 5% të pranuara mos të ketë pasur të tilla. Erjon Veliaj është një nga ata fatlum dosja e të cilit u pranua për shqyrtim nga gjykata e lartë. Por Sadushi nuk u mor me Veliajin, priste Bektashin të mblidhte kolegjet e bashkuara. Drejtësia alla Sadushi. Shpjegimi është vetëm një. Thika ka shkuar në palc. Ndaj organizata priti rastin dhe i kujtoi Sadushit që ka edhe ca detyrime, dhe Sokol Sadushi u detyrua të bëj unifikimin e parë që ditën kur u ul në karriget e gjykatës së lartë. U kujtua të bëj detyrën e parë që gjykata e lartë ka nga reforma për këtë drejtësi alla Sadushi. Quhet unifikim në emrin e Bektash Ziut. Ta di Bektashi si po ja përdorin imazhin, u llogarit faturën. Ne të tjerët që kemi 4 vjet që presim për ndonjë unifikuese nga Sadushi, po presim të kuptojmë sa ditë i duheshin Sadushit për të miratuar një vendim unifikues. Pastaj do i bëjmë prap llogarit.